Përshëndetje të nderuar kolegë dhe kolege, sot zhvillojmë mbledhjen e përbashkët të dy nënkomisioneve, të nënkomisionit për të drejtat e njeriut dhe të nënkomisionit për barazi gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj grave. Rendi i ditës dhe materialet për të mbledhje ju kanë ardhur nëpërmjet postës elektronike, ndërkohë do doja t'ju rikujtoja që janë hartuar dy kalendaret e punës së nënkomisioneve për periudhën 22 qershor deri me datën 31 korrik. Duke qenë se mbledhjen do ta bashkëdrejtojmë me kolegen Gjermeni, në pjesën e parë të mbledhjes do të vijoj unë dhe në pjesën e dytë do të vijoj kolegja Gjermeni. Pika e parë është miratimi i kalendarit të punës së Komisionit për barazi gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas për periudhën 22 qershor deri me datën 31 korrik. Jeni dakord? Për këtë voton vetëm nënkomisioni për barazin gjinore. Kush është dakord të ngrej dorën? Kundra? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Pika e dytë është miratimi i kalendarit të punës së nënkomisionit për të drejtat e njeriut për periudhën 22 qershor 30 korrik të 2020-s. Edhe për këtë do të votojnë vetëm anëtarët e nënkomisionit për drejtat e njeriut. Kush është dakord? Kundra? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Pika tretë është miratimi i procesverbalit të datës 2 tetor të 2019-s për mbledhjen e Komisionit të Drejtave të Njeriut, kur ne kemi diskutuar për projekt raportin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri dhe autorizimin që kemi dhënë për t'i nënshtruar konsultimit publik. Do doja të bëja me dije të nderuar kryetar të nënkomisionit për të drejtat e njeriut që sekretaria e nënkomisionit draft projekt raportin e mbrojtësve të drejtave të njeriut të hartuar e nisi për konsultim publik dhe pas përfundimit të periudhës së këtij konsultimi kanë ardhur disa mendime dhe sugjerime, por jo ato që ne kemi pritur. Përjedhoj, për shkak edhe të situatës të shkaktuar nga tërmeti 26 nëntorit, por dhe të periudhës së Covidit, ne nuk kemi mundur të mblidhemi dhe ta diskutojmë projekt raportin, por ne nuk mund të presim më lidhur me procesin e konsultimit publik. Nëse organizatat e shoqërisë civile në mënyrë të veçantë mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë materiale, informacione, raporte ose çështje që kërkojnë të adresojnë, të cilat lidhen me periudhën para dërgimit të raportit ose me periudhën nga data 2 tetor kur është përcjell raporti për konsultim publik dhe sot, janë të mirëpritur, pasi në kalendarin e sapo miratuar, miratimi i këtij raporti është lënë të zhvillohet me datën 20 korrik, pra në mbledhjen e datës 20 korrik, mbledhje e cila do të jetë e përbashkët me nënkomisionin për organet e vetëqeverisjes vendore. Prandaj, bëj përsëri një ftesë publike, meqense kemi edhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, për t'i ftuar dhe një herë dhe për të paraqitur mendimet dhe sugjerimet që mund të kenë lidhur me mbrojtësit e drejtave të njeriut dhe angazhimin që kërkojnë nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Pika e fundit të rendit të ditës është prezantimi dhe diskutimi i një shkrese që ka ardhur nga UN-UIMI për zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare për parandalimin e dhunës me bazë gjinore në zgjedhje. Ju të gjithë të nderuar kolegë keni marrë në adresat tuaja personale një letër e cila ka ardhur në adresën në adresën time si zëvendës kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, ka ardhur zonjës Eglantina Gjermeni, sekretare në Komisionit për barazi gjinore për parandalimin e dhunës ndaj gruas, njëkohësisht dy bashkëkryetarëve, zoti Damian Gjiknuri dhe zonjës Rudina Ajdari, në kuadër të Komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Në konsultim të dyja, edhe unë dhe zonja Gjermeni, menduam që këto rekomandime, sugjerime të organizatave dhe të UN-it të prezantohen drejt për së drejti nga përfaqësuesit e UN-it. Njëkohësisht ju keni marrë një material në PowerPoint të cilën e ka sjell kolegja Gjermeni, parandalimi i dhunës ndaj grave në zgjedhje, e cila është përgatitur nga UN-UIMI, por njëkohësisht edhe një udhëzues i përgatitur nga UN-UIMI. Dhe unë këtu do doja t'ja kaloja vijimin e drejtimit të mbledhjes zonjës Gjermeni, duke i falenderuar përfaqësuesit e UN-UIMit për gjithë problematikat që kanë adresuar, por dhe për materialet që na kanë vënë në dispozicion. Faleminderit.
Shumë faleminderit, kolege. Përshëndetje gjithëve, shumë faleminderit që jeni me ne. Përveç anëtarëve të dy nënkomisioneve, të drejtave të njeriut dhe të barazisë gjinore, kemi dhe kolegët nga Aleanca e Grave Deputete. Unë doja të falenderoja të gjithë për qenë të pranishëm në këtë mbledhje të rëndësishme. Menjëherë do të filloj me prezantimin nga përfaqësuesit e caktuar, nga zonja Estela Buku, e cila është përfaqësuese e UN Women, Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë në Shqipëri. Zonja Aurela Anastasi, profesore shëndetëruar, e cila është eksperte do të na thotë më në detaje rekomandimet konkrete për sa i përket mirësisë së përfshirjes së tyre në kodin zgjedhor. Dhe zonja Irida Golli, e cila është eksperte pranë UN. Fjala për ju, zonja Buku. Përshëndetje. Zonja Hysi, nderuar zonja Gjermeni, të nderuar zonja dhe zotrinj deputet. Ju falenderoj në emër të zyrës së UN Women për ftesën në këtë takim të përbashkët të dy nënkomisioneve. Puna me të dy nënkomisionet është një ndër aspektet e punës sonë në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë në kuadër dhe të zbatimit të marrëveshjes së mirëkuptimit që UN Women ka nënshkruar me Kuvendin, por edhe në zbatim të gjithë legjislacionit që ka të bëjë me barazinë gjinore dhe eliminimin e dhunës ndaj grave. UN Women në nivel global ka shqyrtuar çështjen e dhunës ndaj grave në zgjedhje dhe në politikë. Është një fenomen që ndodh në mbar botën, por që njihet pak. Dhe i është dhënë rëndësi vitet e fundit nga organizatat e Kombeve të Bashkuara për të sjellë në vëmendje të shteteve anëtarëve, të aktorëve të ndryshëm të shoqërisë këtë fenomen, i cili cënon një nga të drejtat thelbësore të grave, që është e drejta politike, një nga të drejtat politike që gratë e gëzojnë. Por që dhuna që ushtrohet ndaj tyre dhe që vihet re që ndodh në forma të ndryshme, cënon rënd këtë të drejtë dhe pengon jo vetëm gratë aspirante dhe gratë që janë në detyra politike, por edhe gratë të tjera që dëshirojnë të angazhohen në politikë dhe në vendimmarrje. Fillesa e gjithë kësaj pune ka të bëjë me një udhëzues programimi, të cilën UNDP së bashku me UN Women e kanë hartuar në vitin 2017 dhe që me punën e mëtejshme është pasuruar me shembuj konkret dhe me të dhëna që janë mundur të mblidhen në nivel botror lidhur me këtë fenomen. Vështirësitë që janë hasur për ta sjellë këtë në vëmendje sepse nuk ka pasur një përkufizim të pranuar për fenomenin e dhunës ndaj grave në zgjedhje dhe në politikë. Të dhënat pra ekziston si çështje vetëm nga anekdotat apo nga histori që mund të janë sjellë në vëmendje dhe të publikut. Dhe për këtë shkak UN Women është munduar që në këtë udhëzues programi të sjellë një përkufizim lidhur me fenomenin e dhunës ndaj grave në zgjedhje, të cilin unë nuk e di nëse mundem ta gjithsesi po ja u lexoj, dhuna ndaj grave politike, çdo akt anosje e dhunës me bazë gjinore që kryhet në hapësira publike ose private dhe që rezulton në dëmtim fizik, psikologjik, seksual apo vuajtje të grave dhe që i pengon ato të ushtrojnë dhe të realizojnë të drejtat e tyre politike, përfshirë dhe të drejtën për të votuar, për të zgjedhur, të drejtën për të ruajtur shtehtësinë e votës dhe për të zhvilluar fushata zgjedhore të lira, të drejtën për të grumbulluar dhe u organizuar, si dhe të drejtën për të gëzuar lirinë e shprehjes dhe të opinionit. Kjo dhunë mund të ushtrohet nga anëtarë të familjes, nga anëtarë të komunitetit ose nga shteti.
Dhuna ndaj grave në zgjedhje pra është një formë e dhunës ndaj grave që synon të ndikojë në realizimin e të drejtave politike të grave në kontekstin zgjedhor. Cilat janë disa nga format e dhunës ndaj grave në zgjedhje dhe në politikë, është konkluduar edhe nga studimet e fundit që janë bërë nga nga Unioni Ndërkombëtar Parlamentar dhe nga Këshilli i Evropës dhe studime të tjera në nivel kombëtar në vende të ndryshme, që format më të shprehura të kësaj dhune janë dhuna psikologjike, e cila prek më së shumti gratë në procese zgjedhore dhe në politikë, dhuna fizike, dhuna seksuale, por dhe dhuna ekonomike. Në udhëzuesin e programit do të gjeni shumë të detajuar të gjitha këto forma, se si ato shfaqen dhe cilat gra të angazhuara në politikë dhe vendimarrje preken më së shumti nga këto forma në faza të ndryshme të proceseve zgjedhore apo dhe të ushtrimit të detyrës. Kush preket nga dhuna ndaj grave në politikë dhe në zgjedhje, kryesisht janë gratë votuese, gratë kandidate dhe aspirante për të kandiduar, janë mbështetëset politike dhe ato që mbështesin fushatën e grave kandidate, zyrtare të administrimit të zgjedhjeve dhe të qendrave të votimit, si dhe gratë e zgjedhura që ushtrojnë një detyrë në institucione të ndryshme. Pak dhe kush janë autorët që ushtrojnë dhunën ndaj grave në zgjedhje në politikë, ndahen në 3 kategori kryesore: aktor politik, ku mund të përmenden kryetarët partive politike, kandidatë burra në zgjedhje, antarë të ndryshëm të partive politike, mbështetës politik, stafe të fushatës apo militantë të ndryshëm; aktor shoqëror, që janë zgjedhësit, antarë të familjes, partnerët intim, bashkëshortët, antarë të komunitetit apo grupeve të ndryshme të interesit, udhëheqës fetar, media, më së shumti, punëdhënës, koleg, apo element të krimit, grupe të ndryshme të rinj nga sa është studiuar ky fenomen, si dhe aktor shtetëror, ku futen individ që përfaqësojnë institucione, pra aktor të sigurisë shtetit, nga policia, forcat e armatosura, institucionet qeveritare, nga pushteti ekzekutiv, gjyqësor apo legjislativ, komisionerët zgjedhor, si dhe grupe jo shtetërore, do të thënë quasi shtetërore, në ato shtete ku nuk funksionojnë institucionet e zgjedhura. Udhëzuesi, përveç se sjell në vëmendje të gjithë këto forma të dhunës, kush e pëson dhe kush e ushtron atë, sjell në vëmendje të gjithë aktorëve dhe disa masa apo iniciativa që mund të ndërmerren dhe që mendohet që do të japin efekt në adresimin dhe në parandalimin e këtij fenomeni. Dhe unë po ndalem vetëm tek një nga këto masa që ka të bëjë me reformat legjislative dhe reforma në politika në nivel kombëtar. Nga udhëzuesi sugjerohet që në ndërmarrjen e këtyre reformave të përdoret kuadri normativ ndërkombëtar, siç është konventa CEDAW apo konventa të tjera që ka lidhje me ushtrimin e të drejtave politike të grave, reforma ligjore, dhe ky është konteksti në të cilin ne po e sjellim në vëmendje, pra me rastin e diskutimeve për ndryshimet në kodin zgjedhor, zbatimi i mirë i legjislacionit ekzistues, ndërmarrja e protokolleve për organet e administrimit të zgjedhjeve, për parandalimin e fenomenit dhe zbatimin e këtyre protokolleve, apo dhe forma të tjera siç mund të jenë kode të sjelljes të miratuara me ligj. Në kuadrin kombëtar, në kuadrin të reformës ligjore, udhëzuesi sugjeron 3, le të themi, aspekte legjislative që mund të ndërmerren. Së pari është hartimi, ndoshta dhe miratimi një ligji të posaçëm për dhunën ndaj grave në zgjedhje në politikë, dhe ky është rasti që ka i vetmi në botë është Bolivia. Së dyti është adresimi i
kësaj forme të dhunës ndaj grave në legjislacionin ekzistues kombëtar për dhunën ndaj grave, dhe së treti është zgjerimi dhe integrimi i këtij fenomeni në kodin zgjedhor kombëtar apo dhe në kodin penal. Dhe kjo është ajo, le të themi, hapësira që ne menduam që të propozojmë Kuvendit të Shqipërisë si një nga format e rekomanduara dhe më realiste për t'u adresuar në legjislacionin shqiptar. Unë nuk do ndalem tek propozimet konkrete, pasi do t'ja lë fjalën ekspertes të UN Women, zonjës Aurela Anastasi, e cila na ndihmoi për të shqyrtuar me imtësi kuadrin ligjor shqiptar, atë ndërkombëtar dhe udhëzuesin, dhe për të propozuar rekomandime konkrete në kuadër të reformës zgjedhore dhe të kodit zgjedhor. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do doja t'ja kaloj fjalën ekspertes son për të vijuar me rekomandimet konkrete. Shumë faleminderit ju, shumë faleminderit UN Women, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Gratë, që në fakt e qenë gjithmonë pranë nesh, edhe siç e thatë dhe ju, ka bashkëpunuar fort në kuadrin e përmirësimit të ligjeve, sidomos në kuadrin e barazisë gjinore, përveç faktit që ka dhe një marrëveshje bashkëpunimi me Parlamentin shqiptar, edhe e vlerësoj edhe rekomandimet që sjellni edhe prezantimin që ju bë. Ndërkohë që e marrim në shqyrtim sot, sepse vërtet ne si parlament në dhjetor të 2018-s, më duket, kemi miratuar një rezolut 2017, një rezolut të gjithë parlamentarët në mënyrë unanime kundër dhunës ndaj grave, të gjitha formave të dhunës ndaj grave. Dhe më vjen mirë që krahas dhunës në jetën e përditshme, po trajtojmë një aspekt të veçantë të saj, që pak është folur ose as pak, për të cilën nuk ka studime të pranuara, por ka vërtime, ndërkohë në udhëzuesin që ju keni dërguar, një nga studimet e bëra në nivel botror, 81% e grave të intervistuara dëshmonin që ishin në politikë dhe kishin marrë pjesë në zgjedhje, dëshmonin se kishin qenë pre e formave të ndryshme të dhunës. Kështu që mendoj që është një çështje e cila meriton vëmendje dhe patjetër e vlerësoj shumë faktin që në kuadrin që Shqipëria ka, në kuadrin të detyrimeve ndërkombëtare që Shqipëria ka, shteti shqiptar ka, sigurisht kemi edhe përgjegjësinë dhe angazhimin për të adresuar edhe këtë problem. Do jap fjalën profesorës Aurelës dhe të prezantoj rekomandimet dhe sugjerimet, ndërkohë më pas do të vijoj me pyetje diskutime nga të gjithë kolegët. Profesorës, fjala për ju. Përshëndetje. Shumë për ftesën, e nderuara zonja nënkryetare, e nderuara zonja Gjermeni, të nderuar deputet, zonja dhe zotrinj. Unë dua të ndalem praktikisht në disa propozime që lidhen pikërisht me adresimin e kësaj çështjeje në gjithë paketën e propozimeve të ardhur nga shoqëria civile dhe nga organizatat ndërkombëtare për kodin zgjedhor. Pra, ju e keni në materiale paketën e propozimeve, doja vetëm të vija në dukje se aty ka një sër propozimesh që lidhen me përmirësimet e dispozitave të kodit zgjedhor edhe për çështje të tjera të rritjes së pjesëmarrjes së gruas në vendimarrje edhe në organet e zgjedhura politike. Por se ne do të ndalemi vetëm në ato që i përkasin çështjes së parandalimit, të ndalimit dhe të mbrojtjes së gruas në politik dhe në zgjedhje nga dhuna. Format e dhunës janë të ndryshme, por sidoqoftë ne jemi përpjekur që të japim propozime për përmirësime legjislative brenda kuadrit ekzistues ligjor. Këto propozime përfshin edhe kodin zgjedhor. Janë vetëm një aspekti propozimeve.
këto që paraqiten në kodin zgjedhor dhe ku do të më shohim ne sot, pasi në një raport të përgatitur nga UN-in, ne kemi paraqitur edhe analiza dhe propozime të tjera për përmirësimin e kuadrit ligjor në vëmendje të parandalimit dhe ndalimit të dhunës ndaj grave në politikë dhe në zgjedhje, kurse ato nuk janë për mendimin tim objekti i diskutimit të sotëm. Nëse mua më lejohet ta ndaj përmbajtjen me ju, nuk e di nëse duhet të nxjerr disa slajca, sepse themi të drejtën, jo, nuk arrit dot. Këto slajca janë, ju nuk keni lejen, thot, nëse do më lejoni do ishte mirë, vërtet ju i keni në materialin me shkrim përmbajtjen e neneve që janë propozuar konkretisht, po ndoshta do të na ndihmonte edhe një ndarje këtu me slajca, sidoqoftë, unë dua të them këtë paraprakisht. Parashikimi, po, faleminderit Ervis, unë do përpiqem tani ta ndaj, po, faleminderit. Unë paraprakisht dua të them që parashikimi i dispozitave edhe në lidhje me parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna kundër grave në zgjedhje është mjaft i rëndësishëm për të realizuar atë sistem të kuotës gjinore që ne kemi krijuar në legjislacion tashmë. Si ti marrim si dispozita të pavarura, ashtu edhe po ti kuptojmë si pjesë e atij sistemi, mendoj se këto dispozita që ne propozojmë në paketë si shoqëri civile dhe si organizata ndërkombëtare janë mjaft të rëndësishme. Më falni, unë nuk po arrij ende. Po, besoj që. Të më falni, besoj tani duhet t'ju ketë ardhur. Është korrekte. Okej, shumë faleminderit. Më falni, po unë nuk isha punuar ndonjëherë me këtë program, ju faleminderit që më bët që edhe ta përdor këtë program për herë të parë. Unë nuk po zgjatem në aspekte të tjera të cilat plotësojnë ato çka zonja Estela parashtroi para jush në lidhje me standardet ndërkombëtare. Duhet themi që nuk kemi standarde të adresuara konkretisht, por ka një përpjekje prej 2 vjetësh për të legjitimuar ndërhyrje në legjislacionet e vendeve për të parandaluar dhe ndaluar dhunën ndaj grave në zgjedhje dhe në politikë, mbështetur në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut, në Konventën për Drejtat Politike të Grave, në Konventën për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave si dohet tjetë. Kemi dhe përvojë të shteteve. Të mos harojmë përvojën në Shtetet e Bashkuara, në studime me 40 vite, është arritur në konkluzione të rëndësishme, si fjala vjen, gratë kandidate vazhdimisht trajtohen nga media më tepër për pamjen, personalitetin dhe familjen e tyre dhe më pak trajtohen për çështje të vlerave të tyre, sikurse trajtohen zakonisht meshkujt. Këto diferenca, thonë Shtetet e Bashkuara, që shkojnë edhe për te gjuhës tipike seksiste, mund të cënojnë besueshmërinë ndaj një gruaje kandidate. Madje kjo përvojë e Shtetet e Bashkuara është sjell qëllimisht përpara jush për të treguar që pavarësisht se format e dhunës impaktojnë shumë legjislacionin penal, duhet thënë që ka dhe forma dhune, siç dua e urrëties, dua seksiste fyese, dua seksiste poshtëruese, që mund të adresohen administrativisht dhe konkretisht nga kodi zgjedhor. Në Moldavi, për shembull, kandidatja për postin e presidentit të Republikës në vitin 2016, Maja Sandu, u atakua nga një drejtues i kishës ortodokse të Moldavisë
me qëllim vënien në dyshim të besueshmërisë së saj morale. Dhe ku qëndronte problemi? Ai hodhi dyshimin me moralin e kandidates, pasi edhe pse ishte 44 vjeç, ajo nuk ishte as e martuar dhe as nën. Të mos harrojmë edhe studimet e ndërmarra nga Unioni Parlamentar Ndërkombëtar që I përmendi Stela këtu. 81.8% e grave të pyetura kanë pësuar dhunë psikologjike. Janë të gjitha gra që synojnë karrierën. 24.4% janë kërcënuar me vdekje, me dhunë seksuale, me rraje ose me pekmarrje. 25.5% e grave kanë pohuar se kanë pësuar dhunë fizike brenda parlamentit. 46.7% e grave ishin të friksuara për sigurinë e tyre dhe të familjeve të tyre. Pra, është fjala për gra në karrierë, gra aspirante, kandidate që duan të aplikojnë për poste të ndryshme politike. Në Shqipëri, për fatkeq nuk e kemi të adresuar në ndonjë dokument këtë çështje, me sa duket këto vitet e fundit po del në pas si çështje, kemi bie fjala mjaft raporte të monitorimit të zgjedhjeve nga organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Këtu në slajca unë kam mbajt parasysh Komitetin Shqiptar të Helsinkit dhe OSBE-Odirin, dhe në të dyja rastet evidentohen probleme të dhunës në përgjithësi, por nuk është analizuar konkretisht shkaku gjinor. Kjo I bën këto që të mos klasifikohen si studime që lidhen me çështjen që ne adresojmë dhe na bën të mendojmë që legjislacioni duhet ta adresojë si çështje. Përndryshe nuk mund të bëhet çështje që të parandalohet, të ndalohet apo edhe të diskutohet. Pra, në rast parë ne duhet ta ngrejmë si çështje. Për shembull, në raportin e fundit të OSBE-Odirit, thuhet, gratë kandidate morën pak vëmendje nga media. Kanale televizive publike dhe private të monitoruara nga OSBE-Odiri u kushtuan grave 13% të pasqyrimit të fushatës. Pra është një diskriminim. Dhe rekomandon OSBE-Odiri. Çdo rast dhe pretendim për presion duhet të hetohet dhe të ndiqet në mënyrë tërësore dhe të efektshme nga autoritetet përkatëse. Të gjitha rastet, përfshi rezultatin e tyre, duhet të raportohen publikisht. Vim te dokumenti. Dokumenti, sikurse ju e keni në tavolinat tuaja të punës, ka disa rubrika. Rubrika e përfshirjes parimeve të barazisë gjinore në reformën zgjedhore parashtron disa aspekte, si fjala vjen. Kodi zgjedhor duhet të përkufizojë dhe adresojë dhunën me bazë gjinore në zgjedhje dhe të sigurojë që protokollet dhe rregulloret e KQZ-s të ndalojnë dhe parandalojnë dhunën ndaj grave në zgjedhje dhe përdorimin e gjuhës së urrejtjes në përgjithësi. Kodi zgjedhor duhet sigurojë që dhuna ndaj grave në zgjedhje të monitorohet dhe raportohet tek autoritetet si pjesë e procesit të monitorimit të zgjedhjeve dhe duhet të përfshijë sanksione për shkeljen e këtyre dispozitave. Konkretisht, sepse të gjitha këto janë politikat që ndiqen, por duhet të gjejnë një mënyrë në kuadrin e teknikës legjislative që të përfshihen në përmbajtjen e kodit. Këto për shembull, unë mendoj se I përfshin rekomandimi I këtij dokumenti, I kësaj pakete që të kemi një dispozit të ngjajshme me këtë. Kodi zgjedhor respekton parimin e barazisë gjinore dhe u garanton burrave dhe grave mbrojtje të barabartë për pjesëmarrje në zgjedhje. Kjo duhet të jetë përfshirë në dispozitat e përgjithshme. Në dokumentin e propozimeve kemi dhe propozime në nivel politikash ku thuhet shprehmisht se ligji duhet të japë përcaktimin e dhunës me bazë gjinore. Format që ajo merr, si dhe mekanizmat administrativ dhe sanksionet që adresojnë atë gjatë zgjedhjeve me qëllim parandalimin dhe luftimin e saj. Propozime në nivel teknik ka gjithashtu parandalimi dhe lufta e dhunës ndaj grave në zgjedhje përmes dispozitave në kodin zgjedhor që përcaktojnë detyrimin ndaj organeve zgjedhore dhe subjekteve zgjedhore me qëllim ndalimin e dhunës, raportimin e saj dhe vendosjen e sanksioneve efektive. Tani doja ta
përqendrojmë vëmendjen te propozimet konkrete që ne kemi bërë me qëllim që të ndihmojmë sa më shumë në atë që ju do adoptoni në ligj, pra në përmbajtjen e ligjit. Një mundësi është që të shtojmë në nenin 21. Të mbajmë parasysh që jemi nisur në kuadrin e ligjit ekzistues. Nëse do të ketë një riorganizim të plotë të kodit zgjedhor, një le të themi shfuqizim të kodit ekzistues dhe një kod të ri, atëherë mund të kemi më shumë hapësira. Por ne jemi përpjekur të shfrytëzojmë hapësirat që ne kemi. Kështu për shembull, në nenin 21, paketa propozon që pas pikës 20 të shtohet pika 21. Me këtë përmbajtje, ndalohen subjektet zgjedhore, kandidatët dhe përkrahasit e partive politike, kandidatët e pavarur dhe përkrahasit e tyre, punonjësit e administratës zgjedhore dhe punonjësit dhe personat e tjerë që punojnë gjatë procesit zgjedhor, të botojnë, postojnë dhe shpërndajnë artikuj, njoftime, programe dhe materiale të tjera dhe ose materiale të tjera të fushatës zgjedhore në të cilat gratë ose burrat flyen dhe ose poshtërohen për shkak të gjinisë ose për shkaqe të tjera dhe urdhron të gjitha subjektet zgjedhore, institucionet apo mediat që t'i heqin ato. Kjo është faza e parë. Pra, përcakton kundravajtjen administrative, që është një gjuhë seksiste, fyese ose poshtruese. Dhe siç e shikojmë është dhënë dhe karakter më i përgjithshëm, jo vetëm gjinore, por dhe për shkaqe të tjera. Si dhe jep edhe zgjidhjen e parë, që është zgjidhja në kuadrin e heqjes së këtyre publikimeve, në kuadrin e fshirjes, kancelimit të këtyre publikimeve. Por kjo nuk do të thotë që mund të mos ketë sanksione të tjera siç parashikohen për rastet e kundravajtjeve të tjera në kod. Mëtej, ne kemi propozuar në paket edhe një nen tjetër, të cilit gjithashtu i kemi dhënë natyrë të përgjithshme. Këtë e kemi bërë me qëllim që të jenë sa më të pranueshme, sepse ka diçka, mund që ata që hartojnë kodin nga pikpamja e teknikës legjislative të ngrenin pretendimin që krahas shkakut gjinor, raste të gjuhës së urrejtjes ka edhe për shkaqe të tjera ose me çdo shkak tjetër dhe kjo është e përcaktuar edhe nga ligji ynë për mos diskriminim. Megjithatë, ne duam të bëjmë një vërejtje në këtë rast. Ne duam që të gjitha shkaqet le të parashikohen. Po shkaku gjinor të vihet në dukje, sepse është i mpret dhe duke u vënë në dukje arrin të raportohet. Në qoftë se ne nuk e kemi në gjuhën e ligjit, nuk arrim ta raportojmë atë. Sidoqoftë, në shtohet pika 20, pika 20 shtohet pika 2:20 para fraksion 2. Ndalohen kandidatët dhe përkrahasit e partive politike, kandidatët e pavarur dhe përkrahasit e tyre, punonjësit e administratës zgjedhore dhe personat e tjerë që punojnë gjatë procesit zgjedhor, të përdorin gjuhë që mund të provokojë ose nxjisë dhunë, të përhapin urrejtje, apo të publikojnë ose përdorin fotografi, simbole, regjistrime audio dhe video, mesazhe SMS, komunikime në internet, apo çfarëdo materiali tjetër që mund të ketë një efekt të tillë dhe urdhron të gjithë subjektet elektorale, institucionet dhe mediat që t'i heqin ato. Pra, ne do e preferonim për shkak të gjinisë, në qoftë se do të kishtim mundësi që teknikët legjislative ta realizojnë këtë. Unë e thash arsyen se pse duhet përmendur dhe shkaku të cilit ne japim prioritet, dhe ne pjesëmarrjen dhunën ndaj grave në zgjedhje e kemi prioritet në kuadër të plotësimit të gjithë paketës tonë për pjesëmarrjen e gruas në vendimarrje. Ka që nga viti 2010 me të cilën parlamenti ynë ka punuar. Një shtesë tjetër e kemi menduar në pikën 9, fraksion 1, ku kemi shtuar edhe shkakun dhe kemi vënë dhe termin e dhunës me bazë gjinore në zgjedhje, e cila, për mendimin tim të ngushtë, do na jepte mundësi të kishim dhe ndonjë përkufizim në kodin zgjedhor të dhunës me bazë gjinore në zgjedhje, sa i përket kodit zgjedhor.
ne kuptojmë shqetësimin e organizatave të shoqërisë civile dhe të organizatave ndërkombëtare që ky nuk është vendi për të realizuar të gjitha aspektet e dhunës me bazë gjinore në zgjedhje, sepse është dhe legjislacioni penal, është dhe legjislacioni administrativ apo legjislacioni kundër diskriminimit, përfshir ligjin për barazinë gjinore në shoqëri, përfshir ligjin për mos diskriminimin, e tjera si këto. Po sidoqoftë, ne do të mendonim të adresonim aq sa mund të adresoj vetë kodit zgjedhor. Çfarë propozojmë këtu? KQZ-ja gjithashtu merr masa dhe organizon programe për edukimin zgjedhor të qytetarëve, respektimin e rregullave të procesit zgjedhor, dalimin e gjuhës së urrëties, gjuhës diskriminuese, dhunës me bazë gjinore në zgjedhje apo rregulla të tjera. Dhe këtu kemi dhe këtë fjalë kyçe, keywords, që mua do të më pëlqente shumë personalisht të përkufizoj te përkufizimet, se çfarë është dhuna me bazë gjinore në zgjedhje sipas kuptimeve të këtij kodi. Sanksionet e fundit, te sanksionet vërtet ju nuk keni një propozim të qartë aty, po pse? Por kemi propozime në nivelin politik dhe teknik. Sepse mënyra si është i hartuar kodi sot për sot është kështu, i përgjithshëm dhe do t'i përfshi të gjitha, do apo s'do. Pra, përfshihet këtu edhe dënimi me gjob. Siç e dini, në 171 kemi këto sanksionet përgjithshme. Shkelja e dispozitave të këtij kodi nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve ose nga persona të ngarkuar me detyra. Sipas këtij kodi, kur nuk përbën vepër penale, dënohet me gjob nga 3.000 deri në 10.000 lekë. 2. Shkeljet e tjera të dispozitave të këtij kodi, kur nuk përbëjnë vepër penale, dënohen me gjob nga 1.000 deri në 2.500 lekë. Pra, është e tillë gjuha e kodit, që do ta përfshi dhe ka rëndësi që të kuptohet që edhe këto raste, 2 raste, 22-shi që ne e përmendëm dhe 21-shi janë padyshim kundravajtje administrative që duhet të ndëshkohen me sanksione, plotësisht me sanksione në këtë kod. Akte të tjera natyrisht nuk janë objekt diskutimi sot, por unë doja të thosha që kjo është një fushë e gjerë, përfshin kodjet e sjelljes brenda partive politike, legjislacionin për partitë politike, legjislacionin e mos diskriminimit, përfshir ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi dhe ligjin për barazinë gjinore në shoqëri, le të themi në 9 i ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi ka një përcaktim dhe në qoftë se do elaborohet nga komisioneri do të ishte me shumë vlerë, por edhe gjithashtu shumë e rëndësishme do të ishte edhe përfshirja në disa aspekte e legjislacionit penal. Ne kemi dhënë edhe mendime të ndryshme për mënyrat se si do të amendohen këto dhe kemi bërë edhe përpjekje për mënyrën se si mund të kemi një përkufizim për kodin zgjedhor për dhunën me bazë gjinore në zgjedhje. Unë ju falenderoj, kjo është paraqitja që doja të bëja, duke mirëpritur çdo pyetje apo koment nga ana juaj. Ju faleminderit. Shumë profesore Aurela, edhe për angazhimin dhe për kontributin. Sidomos tek ligjet që lidhen me barazinë gjinore dhe në familje. Ishin shumë të vlefshme sugjerimet që ju dat, por më tepër që pjesëmarrja e grave në politikë është një risi e viteve të fundit, kështu që si çështje dhuna ndaj grave në zgjedhje trajtuar dhe pak e rrallë dhe mbase studimet botërore mund na bëjnë edhe ne të mendojmë lidhur me adresimin e kësaj çështje dhe përfshirjen e sugjerimeve tuaja në kodin zgjedhor. Siç edhe juve e thatë, edhe zonja Bulku gjithashtu, unë doja ta rifleksoja që gjatë procesit zgjedhor, gratë janë zgjedhëse, janë komisionere, mund të jenë aktiviste, mund të jenë kandidate për këshill bashkiak, për kryetar bashkie, për deputete apo për pozicione të tjera, dhe në të gjitha këto dimensione, ato mund të bien pre e dhunës në forma të ndryshme. Kështu që e vlerësoj shumë gjitha sugjerimet dhe prezantimin që ju bët, për më tepër theksoj në mënyrë të veçantë gjuhën e urrëties, që është një gjuhë që ne e ndjejmë në jetën e përditshme, në politikë, në vendimmarrje dhe duhet adresuar padyshim sepse ne politikës zakonisht modelojmë besjelljet e shoqërisë shqiptare, kështu që kemi përgjegjësi më të madhe.
vlerësoj shumë edhe sanksionet që ju prezentuat, kështu që padyshim ja fjalën kolegëve edhe zonja Hysi. Ka kërkuar dhe kolegëve për pyetje dhe diskutime. Faleminderit shumë zonja Bulko dhe profesoresha Anastasi për mendimet dhe sugjerimet që sollën, por nga ana tjetër unë do doja të ndaja edhe me ju një informacion lidhur me mundësitë që ka për adresimin e rekomandimeve që UNUIMI ka sjellë. Unë lexova përbërjen e grupit punës, i cili ka punuar për adresimin e këtyre rekomandimeve. Më vjen mirë që mes tyre ka shumë organizata vendase dhe ndërkombëtare, midis tyre pra në grupin e punës për barazinë gjinore në vendimarrje janë dhe 2 organizatat partnere të Kuvendit të Shqipërisë, OSBE-ja dhe NDI. Po e nis me këtë, duke ju dhënë një informacion që Kuvendi është duke zbatuar një projekt të rëndësishëm me mbështetjen e Agjencisë Zviceriane, ku partner është OSBE dhe NDI, dhe një komponent i rëndësishëm është edukimi ligjor i publikut në periudhën e zgjedhjeve. Në këtë kuadër, rekomandimet që u jepni që pjesë e edukimit të zgjedhësve edhe në çështjet gjinore duhet të jetë përparësi mund të ishte një mundësi e mirë në kuadër edhe të projektit që mbështetet nga Agjencia Zviceriane dhe që po zbatohet nga Kuvendi i Shqipërisë me OSBE-n dhe NDI. Pra ka një zë të konsiderueshëm në buxhetin e këtyre 2 organizatave. Gjithashtu, unë bie dakord me shqetësimet ose me adresimin që u bëni qoftë për gjuhën e urrëties apo dhe për respektimin e parimit barazisë gjinore. Ne kemi dhe pjesë të kodit sjelljes dhe të udhëzuesit që ka miratuar Kuvendi i Shqipërisë, ku dhe periudha e fushatës zgjedhore është pjesë e një veprimtarie të deputetëve ose të kandidatëve për deputet, njëkohësisht edhe rregullat e Ekuinetit që ne i kemi të bëra publike çdo deputeti dhe të afishuara adresojnë me të drejtë të shqetësimet ose rekomandimet që ju adresoni. Unë i ndoqja me vëmendje, ka një mundësi shumë të mirë dhe në këtë periudhë, pasi përveç në Komisionit për Drejtat e Njeriut, ku ju me të drejtë konsiderohet dhuna me bazë gjinore një shkelje drejtave të njeriut, dhe në Komisionit për Barazinë Gjinore dhe për ndalimin e dhunës, kemi dhe disa nën komisione të tjera që mund të kontribojnë në këtë aspekt, siç është nën komisioni për çështjet e vetëqeverisjes vendore dhe ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë, ndoshta Elona mund të jap më shumë informacion të bashkëpunimit të Aleancës së Grave Deputete me Aleancën e Grave në Këshillat Bashkiake. Por dhe vetë Aleanca e Grave Deputete ka përparësi adresimin e këtyre çështjeve, sikurse e gjej me shumë të drejtë edhe atë që u tha që studimet në Shqipëri për dhunën me bazë gjinore në zgjedhje janë të pakta. Dhe ne për herë të parë po bëjmë dhe një studim për të parë rezultatet e ligjit për barazinë gjinore në kuadër të një bashkëpunimi rajonal që Kuvendi i Shqipërisë ka me parlamentet e tjera. Projekti Hugen, i cili shumë shpejt do të na afrojë informacion lidhur me respektimin e kuotave dhe të barimit të barazisë gjinore. Unë do doja, kisha një pyetje edhe për zonjën Bulku dhe për zonjën Anastasi. Këto propozime ju i sillni në 2 nën komisionet përkatëse dhe ne sot po i diskutojmë. Ka një mundësi që së bashku me zonjën Bushka, zonjën Gjylameti, e cila është e pranishme në mbledhje, që ne ti diskutojmë edhe në komisionin ad hoc të reformës zgjedhore pasi jemi anëtare të këtij komisioni. Por ju personalisht a keni bërë ndonjë takim me Këshillin Politik apo me bashkëdrejtuesit e Komisionit të Reformës Zgjedhore për të adresuar këto rekomandime? Faleminderit zonja Hysi, do përgjigjeni zonja Anastasi apo zonja Bulku? Mund të përgjigjem unë, dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Për ne ky është takimi i parë në fakt në përgjigje të shkresës që kemi dërguar, kështu që nëse kjo është një nga sugjerimet që juve e shihni me vend, ne mund të vijojmë dhe me takime të tjera për të diskutuar këto rekomandime më në detaje.
Domethënë hapi I parë që ndoqëm ishte hartimi I propozimeve në kuadër të paketës, dërgimi I shkresës nga përfaqësuesi UN Women, kështu që ne mund të vijojmë dhe me hapa të tjerë, siç është dhe takime të posaçme. Faleminderit. Fjala është për ju, të nderuar kolege dhe kolegë, pyetje diskutime. Zonja Gjibrea ka kërkuar fjalën, pastaj zonja Bushka. Po, përshëndetje, faleminderit zonja kryetare në Komisionin e Barazisë Gjinore, edhe zonja Hysi, edhe kolegët e mia, duke falenderuar edhe zonjën Bulku edhe zonjën Anastasi. Padyshim që është shumë e interes që ne të kemi një mbështetje me zërin e ekspertëve përsa përket rekomandimeve që padyshim e ndihmojnë dhe fuqizojnë rolin e grave në politikë. E kemi bërë dhe do ta bëjmë gjithmonë këtë gjë. Në fakt dhe nesi më vjen mirë që kemi edhe zonja deputete që janë dhe pjesë e Aleancës Grave Deputete në këtë mbledhje dhe na dëgjojnë dhe padyshim që zëri ynë do të jetë një zë mbështetës, ashtu sikurse edhe duke luajtur rolin ton si ligjvënëse në Parlamentin e Shqipërisë. Me të drejtë zonja Hysi tha përsa e përket këshillave bashkiak, në fakt kemi bërë dhe një kalendar si Aleancë Grave Deputete dhe parashikojmë që të kemi shumë shpejt një mbledhje, diskutim online tashmë për fat keq për shkak edhe të situatës, me rrjetin e grave këshilltare bashkiake, kemi nevojë, në fakt nuk e kemi bërë të tillë me pavarësisht se e kishim në agjendë dhe shpresoj tashmë që kemi dhe të mbledhur dhe të rikonstituar të gjithë këshillat bashkiake në nivel kombëtar, ne mund ta bëjmë këtë gjë. Padyshim që edhe roli I parlamenteve të tjera ka një zë të rëndësishëm dhe përsëri dhe këtu ne kemi parashikuar një mbledhje, një forum në shtator me mbështetjen e OSBE-s, po pse jo ne mund të bashkojmë forcat edhe me UN Women për të patur një forum rajonal dhe të dëgjojmë pikërisht se çfarë gratë deputete bëjnë në zonat e tyre, po pse jo dhe për të marrë disa nisma të përbashkëta rajonale në këtë drejtim. Ne në fakt kemi bërë si në Komisionin e Barazisë Gjinore, padyshim që jam e bindur që zonja Eglantina do të thotë ndoshta edhe më shumë në takime që kemi bërë në Malin e Zi. Tashmë ka dhe një plan veprimi që u miratua më së fundi me vonesë edhe nga Aleanca dhe do të kaloj tani dhe në konferencën e kryetarëve për parlamentin me ndjeshmëri gjinore, pra ka një frym shumë pozitive dhe një frym mbështetëse, shumë më shumë se çka qenë në fakt në Parlamentin e Shqipërisë përsa përket çështjeve me barazi gjinore, lobimit dhe edhe përpjekjeve më tej. Besoj që ne tashmë e kemi luksin që jo vetëm atë kuotën të cilën e kemi arritur dhe që ka qenë një përpjekje shumë e madhe, Tina, Vasilika, falni po I drejtoj me emër, Aurela, gjithë, domethënë kanë qenë dëshmitare gjithë punëve që kemi bërë edhe si pjesë e shoqërisë civile në atë kohë. Por në një harë kohor 10 vjeçar, tashmë jemi në një situatë shumë të pjekur dhe kemi luksin që ne të kërkojmë më shumë. Kështu që I gjej shumë nga propozimet e zonjës Anastasi, propozime të cilat padyshim do të kenë mbështetje, por do të duhet që me mbështetjen, sikurse thatë zonja Hysi, të kolegëve tona të nderuara në Komisionin ad hoc të reformës zgjedhore, ne të shtymë më tej dhe le të jetë edhe një mbështetje e gjithë grave deputete, pse jo, të mos të kemi dhe burra, po le ta fillojmë me gratë njerë. Kështu që ju falenderoj dhe jam e bindur që do të kemi edhe një produkt më tej. Falenderit. Faleminderit zonja Gjibrea, fjala për zonjën Bushka. Faleminderit kolege, përshëndetje gjithëve, edhe zonjës Bulku dhe profesor Anastasit. Unë në fakt e lexova prezantimin që e shteroi shumë qartë edhe zonja Anastasi. Në fakt më pëlqen dhe jam shumë dakord që jo vetëm si pjesë e komisionit të përkohshëm për reformën zgjedhore, por edhe si antar të kuvendit, ne gratë të paktën, pa diskutim të mbrëmjen disa propozime konkrete që unë çmoj me shumë vend të paraqitura, kryesisht do t'i marr me radhë, tani do bëhem pak teknike, meqense po diskutojmë çështje teknike për të qenë edhe konkret. Pjesa e vendosjes së parimit të barazisë gjinore në parimet udhëheqëse të kodit
Mendoj që është një gjë që biem dakord gjithë dhe me sa mbaj mend, mund më korrigjoj profesoresh Hysi, në draftin e parë të propozimeve për amendimet e kodit zgjedhor që u punua nga ekspertët, përpara se të krijohej këshilli politik, ku përfshihej opozita jashtëparlamentare, ky ishte një parim i sankcionuar. Dhe unë e konsideroj si një standard tashmë të pranuar në bazë të vullnetit të aktorëve politik, dhe është një çështje që duhet ta konkretizojmë edhe me draftin e ri që do të bëhet. Risia shumë e rëndësishme që unë shoh është çështja e mekanizmave, jo vetëm e parimeve, por e mekanizmave konkrete që shoh të propozuar sa i takon faktit të mbrojtjes së vajzave dhe grave nga dhuna në zgjedhje. E kemi diskutuar shumë herë, kemi bërë përpjekje që të marrim nisma që mund të realizojnë këtë qëllim, por e paraqitur në formën siç vjen nga ekspertët që përfaqësohen nga profesoresh Anastasi, mendoj që është shumë e qartë, është një punë e bërë gati dhe në këtë këndvështrim unë them që propozimet ne duhet t'i paraqesim nëse janë tek ekspertët përkatës që po merren me komisionin, sepse është një nevojë reale në shoqërinë tonë dhe për sa kohë kemi një nisëm që me sa kuptoj është dhe konsultuar me grupet e interesit, i vjen në ndihmë pikërisht këtij procesi. Pjesa e barazisë gjinore në organet e administrimit zgjedhor, mendoj që është një qëllim në vetvete i secilës prej nesh, por jo vetëm i grave, po dhe burrave në kuvend, për sa kohë në prioritetet e reformës zgjedhore ka qenë jo vetëm depolitizimi i administratës, po edhe ruajtja e balancit midis burrave dhe grave në për këto komisione. Tashmë ne gjithë e dimë që formula e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të ndryshojë, për sa kohë ne po adresojmë edhe rekomandimet e organizatave ndërkombëtare për përmirësimet e mekanizmave në procesin zgjedhor, por edhe sa i takon çështjeve që lidhen me barazinë gjinore, kështu që e shoh logjikshme për sa kohë ne garantojmë votën gjinore në zgjedhje, një model duhet të garantohet edhe në organet që merren me administrimin apo me monitorimin zgjedhor. Do të mbetet për të parë se si do të dalë në fund formula e dakordsuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe kriteret përkatëse për organet e administrimit zgjedhor në nivelet më poshtë, në mënyrë që edhe kriteri i barazisë gjinore të jetë atje i garantuar. Këto mendoj që janë risi të arritshme dhe që duhet të gjejnë mbështetjen tonë dhe ju falenderoj për punën e kryer. Ndërkohë unë kam disa komente se pyetje besoj janë të qarta, po mund edhe t'i diskutojmë së bashku. Në lidhje me dy propozime që shoh në materialin e paraqitur, në lidhje me kuotën gjinore, që propozohet të unifikohet si në zgjedhjet për kuvendin, ashtu dhe në zgjedhjet për pushtetin vendor. Meraku këtu është ky. Përveç vullnetit politik sa i takon përqindjes përkatëse të kuotës gjinore në listat e kandidatëve, gjithmonë këto risi duhet të propozohen në bazë të analizave të thella të plota në çdo realitet. Domethënë Tirana nuk është njësoj si Elbasani e kështu me radhë. Pra çdo rreth, çdo bashki ka ato specifikat e veta. Jam shumë dakord që të vazhdohet lufta për rritjen e kuotës gjinore, por nëse ne do t'i unifikojmë mekanizmat, nuk duhet të bëjmë hapa mbrapsht. Ka do të thotë 50% të kuotës që është tashmë e arritur në pushtetin vendor, ne nuk mund ta cënojmë, pra duhet ta ruajmë atë si një standard. Kur flasim për unifikim, duhet të llogarisim në bazë të analizave të sakta, arrim do të njëjtën vlerë edhe në zgjedhjet për kuvendin, nëse jo, unifikimi si propozim mund të na rrezikojë ato që tashmë e kemi arritur në pushtetin lokal. Pra kjo kërkon një analizë të thellë, pra nuk mendoj se është vetëm çështje vullneti politik, është çështje më e gjerë edhe analizave konkrete. Pavarësisht dëshirës të gjithave ne besoj që arritja e barazisë plot, si në hyrje në procesin zgjedhor, pra si në lista, si në dalje mbas
le themi paraqitjes së rezultateve finale të votimit të arrihet. Dhe tjetra, një propozim që të arrihet kuota gjinore, barazia gjinore, edhe sa I takon zgjedhjes së kryetarëve të bashkive. Ato janë gara të hapura, janë gara direkte për kandidatët për kryetar bashkie, dhe propozimi që shoh, pavarësisht se profesoresha Aurela e shpjegoi shumë mirë, ne nuk do të merremi me çdo propozim, se kërkojmë ndërhyrje në legjislacione të ndryshme, por vetëm me këto që prekin kodin zgjedhor. Propozohet që të zgjidhen kryetarët nga këshillat bashkiak. Tani këtu duhet jemi të ndërgjegjshëm që kjo ndryshon në një farë mënyrë formulën e zgjedhjes parashikuar tashmë në kod. Është momenti për ta menduar, për ta diskutuar, por duhet të jemi themun me këmbë në tokë për të kuptuar që jo të gjitha gjërat mund t'i arrijmë menjëherë dhe prandaj duhet të prioritizojmë edhe nevojat, por edhe kërkesat. Pastaj, për çështjet e drejta që shtrohen, që duhet ketë barazi gjinore edhe në kryesimin e komisioneve të kuvendit, apo në administrimin e njësive vendore, flasim për administratorët, jo ata që zgjidhen nga populli, kryetarët e bashkisë apo kryetarët, po flasim për administratorët e njësive brenda bashkive. Këto janë çështje të cilat në fakt I takojnë ligjeve të tjera dhe zonja Hysi ju shpjegoi që ne tashmë kemi një projekt për sjelljen e parlamentit në kushtet e një parlamenti me ndjeshmëri gjinore dhe në kodin e sjelljes ne kemi vënë tashmë parime që na ndihmojnë të ecim në këtë rrugë, kështu që për kuvendin e shoh më të thjesht diskutimin, domethënë është sfidë, por është diçka që I ka nisur shinat e veta, ndërsa sa I takon administratorëve lokal, që jam shumë dakord të ruhet edhe atje barazia gjinore, duhet parë dhe të studiohen ligjet e tjera që kanë të bëjnë me rregullime për zgjedhjen apo emërimin e administratorëve lokal, qoftë ligjin për njësitë e vetëqeverisjes apo në legjislacion tjetër që mund t'i preki këto çështje. Është shumë interesant materiali që keni përgatitur, e shoh që te atyre 10 faqeve që na keni prezantuar ka studime të tëra, ka dhe konsultime që ju keni kryer dhe ju falenderoj dhe ju përgëzoj për këtë punë. Po duke qenë se çështjet që keni ngritur janë gjitha çështje reale dhe që na shqetësojnë të gjithëve, ju inkurajoj ta avijoni këtë punë në mënyrë që të bëjmë dhe një prioritizim të atyre gjërave që janë afat shkurtra për të ndjekur, afat mesme dhe afat gjata. Sepse është shumë mirë që planet, ne sot jemi në kuvend, nesër ndoshta s'do të jemi të gjitha, ama Aleanca Grave Deputete do të vazhdoj, komisionet do të vazhdojnë, nën komisionet do të vazhdojnë, dhe mirë është që në një plan pune apo në një strategji, siç tashmë ne kemi miratuar, të përfshijmë dhe gjëra që ndahen pra me faza, plan afat shkurtër, plan afat mesër, plan afat gjatë, dhe sipas mundësive të luftohet për gjitha, por duke vënë prioritete, sepse kështu do ta bëjmë edhe më të prekshme dhe më të arritshme punën dhe qëllimet që I kemi vënë vetes. Faleminderit. Faleminderit zonja Bushka edhe për vlerësimin dhe për sugjerime shumë konkrete. Dikush nga kolegët, komente apo pyetje? Po, zonja Gjilameti, fjala për ju. Faleminderit Glantina, faleminderit edhe Vasilika për mundësinë që na keni dhënë për të dëgjuar nga afër qoftë pjesën e studimit të mundësuar nga profesoresha Anastasi bashkë me mbështetjen e UN-it, por po ashtu edhe gjetjet në lidhje me këtë studim, se besoj janë shumë të vlefshme dhe sidomos vinë në një kohë shumë të rëndësishme, por I shikojmë një pjesë të mirë të kodit zgjedhor. Në anën tjetër, vlerësoj sekundër vlerësuan dhe kolegët e mia pak më parë, që ndarja në prioritete dhe po ashtu prioritete cilat sipas kohës të cilat mund të realizohen, pra në ato afat gjata, afat shkurta, apo ato që mund të cënojnë qoftë edhe rezultatet e arrira, besoj që është shumë e rëndësishme në këtë moment. Ne jemi në një fazë që në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që përtej draftit parë që kemi parë, një drafti të themi në linjat përgjithshme I dakordsuar qoftë në opozitën parlamentare, qoftë me atë jashtë parlamentare. Tashmë sikundër keni ndjekur, ka një moment ku Këshilli Politik do duhet të dorëzojë draftin përfundimtar në bazë të qoftë adresimit të rekomandimeve të Odilit, por mbi të gjitha të dakordësisë politike, që në rasti konkret doli që të jetë shumë herë më e rëndësishme se sa vetë
rekomandimet apo se sa vet edhe synimi që ka patur qoftë edhe Komisioni i Reformës Zgjedhore. Duke pritur këto ditë draftin përfundimtar dhe duke shpresuar që nuk do të kemi një, të themi, devijim apo anashkalim nga ato rezultate të arrira deri më sot, se Klotilda e tha pak më parë që një pjesë të shqetësimeve që keni ngritur janë të adresuara në draftin e kodit zgjedhor, por duke shpresuar që nuk do të kemi, të themi, kthime pas, por do të kemi përmirësime të draftit, ne do të jemi të hapura qoftë edhe në komision, në mbledhjen e ardhshme të Komisionit të Reformës Zgjedhore, duke shpresuar në mirëkuptimin e të gjithë kolegëve dhe në mirëkuptimin edhe të atyre që zgjodhen të ishin jashtë parlamentit, që ndryshimet që do të bëhen të jenë me qëllim realizimin e sa më të mirë si të përfaqësimit të graven politik, por po ashtu edhe në të gjithë procesin zgjedhor, pra të gjithë administratën zgjedhore. Unë përsëri e kam këtë shqetësim që nga një herë tendenca për të kërkuar shpeshherë gjëra të arritshme, por me mungesë vullneti nga të gjitha palët, bëhet pengesë nga njëherë për të patur edhe ato, të themi, promovimin e hapave të vogla që janë arritur, sepse shpeshherë synojmë për shumë, por nganjëherë nuk realizojmë. Ndaj e thash në krye të herët që shpresoj që edhe opozita jashtë parlamentare të ketë mirë kuptim ato ndryshimet që do të bëhen në Komision të Reformës Zgjedhore, duke shpresuar që dhe drafti që do të na vi të jetë i përmirësuar, po jo i përkeqësuar nga ato që kanë qenë, të themi, gurt e themelit që janë vendosur. Shpresoj shumë që edhe në ligjet e tjera që do të pasojnë, apo që edhe shoqërojnë të gjithë paketën e reformës zgjedhore, pra qoftë në pjesën e financimit partive politike, po ashtu edhe në ligjin e referendumit dhe të gjithë ligjet që kanë të bëjnë me Komisionin e Ligjeve për rishikimin e kodit penal, të procedurës penale, pa dashur që të rendis të gjitha këtu, ne të kemi mundësinë të përmirësojmë më shumë akoma atë çfarë deri më sot kemi arritur. E thash pak më parë, shpresojmë shumë që edhe mbledhja e fundit e Këshillit Politik të jetë një përmirësim i asaj çfarë kemi arritur. Besoj shumë që do ta gjejmë mirëkuptimin e në fund dialogu do prevalojë mbi interesat shumë të vogla apo edhe interesat partijake të secilës palë. Faleminderit shumë për prezantimin dhe faleminderit shumë për sugjerimet dhe punën e bërë. Faleminderit zonja Gjulameti. Në fakt ne vlerësojmë shumë edhe angazhimin dhe kontributin tuaj, po edhe të zonjës Sysi që jeni pjesë e Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe vërtet padyshim kërkojmë mbështetjen tuaj në momentin që ne si nën komisione do bëjmë dakord për të përcjellë këtë letër të përbashkët për sugjerimet ndaj Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore. Është bërë një pyetje nga zonja Dima, zonja Nisi do t'i përgjigje? Kolegja Antoneta Dima ka bërë një pyetje lidhur me nëse këto çështje janë shqyrtuar apo jo në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në fakt, kjo letër e nderuara kolege i ka vajtur edhe 2 bashkëkryetarëve, sikurse na ka ardhur edhe ne. Ne në Komisionin e Reformës Zgjedhore, para ngritjes së Këshillit Politik, kemi shqyrtuar një paketë propozimesh të hartuar nga ekspertët e Odirit dhe ekspertët që komisioni ka. Paketa që lidhet me barazinë gjinore ka pas një diskutim, me të drejtë e tha dhe kolegja Bushka, nuk ka qenë keq, ka qenë goxha mirë, referonte ose adresonte një sër nga sugjerimet që ka ardhur nga grupi i punës për barazinë gjinore, por nuk e dim tani se cili është vjushmëria që me drejtë e tha dhe kolegja Gjulameti në Këshillin Politik. Por vetëm një gjë do doja të theksoja që nëse ne të dy nën komisionë do bijem dakord, siç tha edhe Eglantina, një pjesë të këtyre rekomandimeve, se letrën ata tashmë e kanë bashkëkryetarët, ne do t'i përcjellin edhe në emrin e 2 nën komisioneve. Analiza që bëri dhe zonja Bushka është ndihmuese, me kuptimin që ne të dimë se çfarë mund të adresohet për momentin në ndryshimet e kodit zgjedhor dhe për cilat mund të ketë një vullnet politik nga të dyja palët, sikurse duhet jemi pak të kujdesshëm tek propozimet të karakterit teknik që është bërë lidhur me përbërjen e gjinore në KZZ edhe në KQB. E them këtë pasi ne, nëse do të pranojmë këto 2 sugjerime që janë sjellë tek neni 29
kur flitet për përbërjen e KZ-s dhe teneni 36, mund të bëjmë hapa mbrapa. Aktualisht në zgjedhjet e fundit ne kemi pas një përbërje të komisioneve 50-50. Pra, nuk kemi pasur të paktën 2 anëtar të gjinisë më pak të përfaqësuar, por kemi pasur barabart burra dhe gratë, madje në shumë komisione kemi pasur më shumë gratë se sa burra. Në këtë kuadër do vlerësoja shumë kontributin e profesoresë Anastasit, me qëllim që 1, 2 ose 3 rekomandime ose propozime të bëra të shikohen pak me vëmendje dhe mos të bëjmë ndonjë padashje kthim mbrapa. Kjo është. Unë kam dhe një pyetje lidhur me propozime që keni bërë për në kodin penal. Sikurse e tha kolegja Gjulameti, Komisioni i Ligjeve do të marrë në shqyrtim ndryshimet në kod penal, ndryshimet të cilat lidhen në ligjin për financimin e partive politike, edhe në disa ligje të tjera, ndërsa Komisioni i Reformës Zgjedhore do të marrë ndryshimet në kodin zgjedhor. Kjo paket propozimesh a kanë vajtur tek konkretisht të kryetari i kuvendit dhe të kryetari i Komisionit të Ligjeve, me qëllim që të jenë bërë në kohë. Pse e them këtë? Shumë shpejt ne do të marrim propozime të Këshillit Politik, të kthyer me gjuhën teknike nga ekspertët, dhe do filloj shqyrtimi në komision dhe brenda datës 30 mendohet që të gjitha ndryshimet do të miratohen. Kështu në këtë kuadër ka shumë nevojë që ju t'i prezantoni, t'i paraqesni që të kemi një konsultim publik dhe të mos kemi më pas diskutime për thënë që nuk kemi dëgjuar ose nuk janë marrë në konsiderat. Pra procedura parlamentare ka disa afate që kërkon, sikurse edhe në rastin konkret, të nismës që ju keni propozuar, që i depozituat në kohë dhe ne po i paraprim nëpërmjet dëgjimit që ne po bëjmë këtu dhe besoj do ketë një vullnet shumë të mirë për ta përcjellë edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kjo ishte pyetja. Pra, keni diskutime ose amendamente të tjera në paketën e ligjeve që priten të ndryshojnë? Mund të marrëm fjalën më falni? Patjetër, fjala për ju. Faleminderit, zonja Gjermeni. Unë doja të thoja këtë që paketa e propozimeve është një paket që vjen nga shumë aktorë. Edhe propozimet ishin të ndryshme. Është e konsultuar, sikurse ju me të drejtë e vutre, dhe e konsultuar nga shumë organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Me UN-in, ne kemi përgatitur dhe një raport të legjislacionit shqiptar. Në këtë raport, krahas analizës, tentohet të jepen edhe mendime se si mund të evoluojë dhe të ndryshojë legjislacioni shqiptar për të adresuar në të gjitha aspektet çështjen e parandalimit dhe të ndalimit të dhunës ndaj grave në zgjedhje. Por, duhet të them që për sa di unë, zonja Estela mund të sqarojë më mirë, ky është thjesht një raport eksperti. Dhe unë jam konsultuar vetëm me kolegë dhe nuk ka një proces konsultimi. Pra, sa unë e njoh situatën deri tani, është fillestare. Pra, thjesht një propozim eksperti që duhet konsultohet dhe duhet prezantohet. Unë këtë mund të jepja si përgjigje. Faleminderit. Zonja Bulku, keni diçka për të thënë? Po, faleminderit. Ashtu si tha dhe profesoresha Aurela, paketa e propozimeve e paraqitur pranë kuvendit përfaqëson mendimet dhe kontributet e shumë aktorëve dhe ajo që u punua nga UN Women me ndihmën e profesoresha Aurelës ishin propozimet konkrete lidhur me fenomenin e dhunës ndaj grave në zgjedhje dhe në politikë. Dhe me qënë se ishte në diskutim kodi zgjedhor, ne e vum gjithë vëmendjen tek propozimet konkrete që mund të paraqiten në kuadër të reformës zgjedhore, pra në kuadër të kodit zgjedhor. Dhe sigurisht duke qenë një fenomen kompleks, ne filluam punën për të bërë analizën në nivel eksperti për të parë dhe aspektet të tjera të legjislacionit shqiptar që mund të adresohen përpos kodit zgjedhor,
për të adresuar dhe parandaluar këtë fenomen. Kështu që ishte vetëm hapi i parë, të cilin ne mund ta vijojmë me konsultime dhe me propozime konkrete dhe për ligjet e tjera. Thjesht u detyruam që të dorëzonim në paket vetëm ato për sa i takon hapësirës që ofron kodi zgjedhor. Nga kolegët ka dikush diçka për thënë? Zoti Ulqini, fjala për ju. Pastaj zonja Spaju. Në punën që kam bërë, kam qenë pro çdo gjëje që stimulon, nxit, garanton pjesëmarrjen e zonjave të nderuara në të dy nivelet e pushtetit, në pushtetin vendor dhe në pushtetin legjislativ. Por mendoj që disa propozime ose ndonjë propozim që u bë këtu bie ndesh me atë çfarë është thelbi i Republikës sonë. Ne jemi një republikë parlamentare ku vota qytetarëve është në themel, në thelb të funksionimit të Republikës sonë, pa bërë diskutime teorike mes raportit demokracisë përfaqësuese dhe asaj të drejtë për drejtë. Unë shpreh kundër që në emër të asaj që të shtojmë që të kemi sa më shumë zonja në krye të bashkive të Republikës, në 61 bashkitë, ne të cënojmë parimin e zgjedhjes së kryetarëve të bashkive, që e kemi drejt për së drejt nga vota e qytetarëve, sepse sot në Republikën e Shqipërisë ne deputetët nuk i zgjedhim drejt për së drejti, por janë nga listat e partive, këshilltarët që janë parlamentet vendor, ne i zgjedhim nga listat e partive dhe mendoj që është një gjë shumë e mirë që kryetarët i zgjedhin drejt për së drejti me votën e qytetarëve. Nuk dua ta cënojmë këtë parim, sepse ka një ndjeshmëri të madhe në publikun shqiptar që qytetarët të respektohen duke i pyetur ata përmes votës të drejtë për drejtë. Referendumit janë një mjet demokratik, nuk e kam fjalën për Zvicrën, po edhe në Shqipëri kjo drejt ekziston si e drejtë kushtetuese e qytetarëve, po jam kundër përpjekjes për të shtuar praninë e grave në pushtetin vendor, përdoret ky mekanizëm pra ta heqim zgjedhjen e kryetarëve nga vota e qytetarëve, nga vota drejt për drejtë e qytetarëve. Them këtë sepse problemet lokale, problemet vendore janë shumë konkrete, lidhen drejt për së drejtë me qytetarët dhe ata që drejtojnë bashki duhet që të kenë një raport të drejtë për drejtë me hallë qytetarëve dhe ky raport i drejtë për drejtë është i tillë vetëm kur ata zgjidhen drejt për së drejti nga qytetarët dhe nuk është kjo rruga, nuk është ky mekanizmi, nuk është ky instrumenti për të shtuar praninë e grave në pushtetin vendor. Ju falenderoj shumë për gjithçka që unë do të thotë dhe unë jam këtu i pranishëm si antari në Komisionit të Barazisë Gjinore dhe u përpoqja që në bazë në një përvojë të gjatë në Parlamentin e Shqipërisë, ku janë provuar të gjitha llojet e sistemeve, të jap një mendim modest lidhur me çështjen që po diskutojmë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit zoti Ulqini, e vlerësoj kontributin dhe angazhimin tuaj të përhershëm për mbështetjen e çështjeve të barazisë gjinore. Besoj se kur sugjerimi nga UN Women ka ardhur për shtimin e numrit të grave kandidate për kryetare bashkie, besoj nuk cënohet parimi për zgjedhjen e drejtë për drejtë, por fakti që kryetarët e partive, kundërsitë e partive, të kenë në listën për kandidat për kryetar bashkie zonja dhe zotëri, janë gra dhe burra. Sepse ne kemi pasur që zakonisht janë burrat ose në shumicën e rasteve janë më shumë burra kandidat se sa gra. Por këtë është fjala, nuk besoj se është fjala të ndryshojmë atë parim, thjesht për të qenë të saktë. Faleminderit, zonja Spaju, fjala për ju. Kryetare, më fal, unë tërhiqem të kërkoj ndjes, po unë dëgjova sikur propozimi ishte që kryetarët e bashkive të mos zgjidhen drejt për së drejti nga vota e qytetarëve, po zgjidhen nga këshillat, siç e ka fjala vjen Mali Zi dhe vendet tjera. Dhe e dëgjova këtë propozim, kërkoj ndjes nëse unë e kam dëgjuar gabim, tërhiqem nga kjo gjë, por nëse është ky propozim, unë jam kundër. Kaq. E vlerësoj shumë. Zonja Spaju, fjala për ju. Faleminderit Tina, meqense po afron dhe koha janë minutat e fundit. Unë do doja të bie shkurt. Falenderime për profesoreshën edhe për Entelën për gjithë prezantimin, për UN Women. Shqetësimi im i vetëm është që unë doja në fakt një opinion ta ndaja më shumë me ju se sa është një pyetje. Në këto ditët e fundit është diskutuar shpesh herë nga opozita parlamentare në lidhje me sistemin zgjedhor. Dhe shqetësimi im i vetëm është që në këto 10 vjet në fakt është bërë një përpjekje maksimale për angazhimin e grave dhe të vajzave në politikë. Dhe ne nuk mund ta mohojmë që një numër shumë i madh i deputetëve sot
janë të përfshira sot dhe kanë një vend në kuvendin e Shqipërisë, pikërisht për shkak edhe të këtij sistemi që jemi aktual. Unë nuk kam asgjë, duket sikur sistemi me lista të hapura është më transparent, por në fakt unë personalisht mendoj që se cila nga ne do të druhej që të kishte një përballje. Pak më parë kolegu Musai në një keq kuptim mendoj që do të kandidonte gruaja por jo me garë. Po ne e dim shumë mirë që ne kemi më pak kryebashkiake gra, sepse gratë kanë shumë vështirë ta fitojnë një betejë, ta fitojnë një garë, nuk është aq e thjeshtë. Prandaj unë do të shpresoja shumë që ne të kemi një mirëkuptim, sepse shoh që ajo nisën e tyre është përkrahur dhe nga shoqëria civile. Por unë mendoj që në këto 10 vite pikërisht ne jemi bërë më shumë në parlament, jemi bërë më shumë në këshillat bashkiake, sepse pikërisht janë vlerësuar gra dhe vajza dhe i është bërë ftesa për t'u angazhuar në politikë. Por përballja në fushatat zgjedhore individuale besoj që është një çështje akoma e vështirë. Megjithatë këto doja ta ndaja si opinion me të gjithë mikesha janë aty me Musain që e kemi përfaqësues, sepse edhe ne duhet shprehim dhe ne opinionin ton. Dhe nuk është një opinion që ne po mundohemi të mbrojmë forcën tonë politike, po normalisht duhet të mbrojmë veten, duhet të mbrojmë përfshirjen e sa më shumë grave dhe vajzave në politikë dhe në vendimarrje. Faleminderit Ina. Faleminderit Ina Spahiu, edhe për vlerësimin edhe për opinionin tënd kaq të rëndësishëm, mundoja ta theksoja që arritja e numrit të konsiderueshëm, një përqindje gati 30% e grave në parlament, në këshillat bashkiake është vendosur 50% pavarësisht se nuk është arritur e plot. Një numër goxha i madh i grave të zgjedhura, të votuara, por edhe ato të emëruara në pozicione vendimarrëse, është tregues në fakt edhe i zhvillimit të demokracisë dhe emancipimit të shoqërisë, por dhe arritjeve të punës të shumë aktorëve. Parlamenti ka pjesën e vet, qeveria vetën, organizatat ndërkombëtare, shoqëria civile, emancipimi i shoqërisë shqiptare gjithë bashkë. Por ndërkohë adresimi i dhunës që po trajtojmë sot, i dhunës ndaj grave në zgjedhje, në procese zgjedhore dhe në politikë, është një fenomen që realisht na prek të gjithëve, pavarësisht se pak flitet për këtë. Prandaj edhe një herë dua ta vlerësoj dhe të theksoj që prezantimi që bëri profesoresh Aurela me sugjerimet konkrete për t'ju deleguar Këshillit Politik në kuadrin e rishikimit të kodit zgjedhor, besoj gjeti mbështetjen e kolegëve dhe kolegëve të dy nën komisioneve, të Aleancës së Grave Deputete, dhe mendoj që me ndihmën e profesoresh Aurelës, ne do të hartojmë një letër të përbashkët me sugjerime konkrete për Këshillin Politik, duke referuar ato sugjerime për përmirësimin apo për përfshirjen e perspektivës gjendore në këtë kod, ato që kemi afatshkurtra. Ndërkohë që do t'i ndajmë së bashku sipas edhe sugjerimit të zonjës Bushka, afat mesme dhe afat gjata. Besoj që prezantimi që u bë sot nga profesoresha ram dakord thuajse të gjithë për të adresuar një letër të përbashkët ndaj këtij Këshilli Politik, duke dhënë edhe mbështetjen tonë që të merren në konsiderat në rishikimin e kodit zgjedhor. A jemi të gjithë dakord, ka dikush diçka për të thënë? Pra jemi dakord të gjithë. Do bëjmë një letër të përbashkët edhe duhet ta votojmë? Jo, nuk ka nevojë. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen. Doja të falenderoj në mënyrë veçantë zonjën Bushku, profesoresh Aurelën për prezantimin për gjithë punën e bërë, zonjën Agolli, të tre përfaqësuesit që ishin bashkë me ne nga UN Women, për angazhimin, për kontributin tuaj të vazhdueshëm, edhe për ndihmën që do të na jepni derisa ta përmbyllim së bashku këtë proces. Padyshim duhet falenderoj të gjithë kolegët dhe kolegët që ishin pjesë e këtij diskutimi, edhe për kontributin e tyre, edhe për angazhimin. Faleminderit gjithëve. Padyshim zonjë Nysi
në kryetaren e kuvendit që është gjithmonë pararoje dhe gjithmonë mbështetje për çështjet e drejtave të njeriut dhe parazitësisë dinore. Ju falenderit të gjithëve dhe do të jemi në kontakt sërish lidhur me mbledhjen e ardhshme. Faleminderit, ditë Shumë faleminderit. pas.